një luftëtar i jashtëzakonshëm. Ishte nervozu me vetveten, unë shkova me pi një kafe dhe pyeta pse je nervoz. Ka një javë ditë që shkoj në Restelicë, Dragashit, për me ble këtë qenin e sharrit. Nuk kam lënë gjë pa pyet për qenin, ka non, babë e të tjera. Edhe tha nuk më mosh menja me ble qenin e sharrit. E në anën tjetër tha shkova e votova dikon që nuk e di as kush është, as kum pyet kur gjë për ta. Po kthehemi pak te zgjedhjet. Cili është mesazhi juaj për qytetarët në më 28 dhjetor? Du me u lidh shkurt nëse më lejohet për me u drejtu me një porosi, por du me tregu një ngjarje shkurtimisht. Në 2017 një bashkëluftari imi, një shok i imi i ngushtë, Ylber Dërvari, nifet si Ylli, një luftëtar i jashtëzakonshëm, ishte nervozu me vetveten, unë shkova me pi një kafe dhe pyeta pse je nervoz. Tha besnik, jam nervoz se që 6 ditë po shkoj me ble një qen të sharrit, edhe nuk mujta me ble. Menja ime në këtë moment aty më shkoj thash nashta nuk i ka pas paret ose nuk i ka, domethënë për një arsye ekonomike nashta s'u ne ka ble qen. Ylli është edhe çoban kështu me profesion. Edhe i thash Ylber, mos tu sikletos burr se i gjinet çorja. Jo, tha, ma nervoz jam, tha që e kom votu X partinë politike, edhe për ato jam ma nervoz, tash, po tash i përzitet, tash konceptet, jo, se kem të folë për një qenë të sharrit, edhe tash dolem të partia politike, tash që besnik. Ka një javë ditë që shkoj në Restelicë, Dragashit, për me ble këtë qenin e sharrit. Nuk kam lënë gjë pa pyet për qenin, ka non, babë e të tjera. Edhe tha nuk më mosh menja me ble qenin e sharrit. E në anën tjetër tha shkova e votova dikon që nuk e di as kush është, as kum pyet kur gjë për ta. Edhe këto tha supja fali vetes. Porosia jam për qytetarët e Republikës Kosovës është që para se me votu, është mirë me u interesu mirë, me pyet se kanë për e dërgonin Parlamentin e Republikës Kosovës, kush ka me qenë ai që kam ju reprezentu juve atje, sepse pa pedigre, pa e ditë kalumën e personaliteteve të cilët na i japim fuqi me votën tonë, nesër mundet me qenë vonë edhe me ropi shman për ata që e keni votu, kështu që i kisha lutur shumë të gjithë që të interesohen mirë para se me votu secilin kandidat dhe kandidate për Kuvendin e Republikës Kosovës. Lista e Aleancës për Armërinë e Kosovës në këtë rast ka njerëz të jashtëzakonshëm brenda kësaj liste, janë 110 burra dhe gra të jashtëzakonshëm. Por në këtë listë unë mboj numrin 23 dhe kërkoj që secili prej atyre që dëshiron me u përfaqësu mirë densisht me ma dhon mundësinë me tregu veten.